بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد falënderimet dhe lavdërimet qofshin për Allahun xhalla wa ala. Atë falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Me lejen e Allahut xhalla wa ala, vazhdojmë me ciklin e ligjëratave tona të titulluara udhëtimi drejt ahiretit. Kemi fol në ligjëratat e kaluara për jetën e barzahut, edhe i kemi përfunduar meselet kryesore çka janë ata. Pastaj pas barzahut duhet patjetër me i trajtu çështjet që kanë të bëjnë me shenjat e Kiametit. Shenjat që i paraprin Kiametit, gjithsesi ringjalljes, pastaj për të ngritur njerëzit edhe për dhënë llogari para Allahut xhalla xhelaluhu. Që gjitha këto, sikur jeta e barzahut, edhe shenjat e Kiametit, edhe ringjallja pastaj, gjykimi, dënimi ose shpërblimi, që gjitha i takojnë ahiretit. Edhe besimi në ahiret është kusht prej kushteve të imanit, prej 6 kushteve kryesore që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Xhibrilit. Për rëndësinë e madhe që ka ahireti, gjithsesi shenjat e ahiretit, Allahu xhalla wa ala këtë ka përmend shumë në Kur'an. Bile ka ndodhë që shpesh herë kur e përmend besimin në Allahun xhalla xhelaluhu, e përmend edhe besimin në ahiret. Kanë thonë në ulemoja, ndoshta nuk ka faqe prej faqeve të Kur'anit vetë se e trajton këtë temë në një formë apo tjetër. Thot Allahu xhalla wa ala: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Nuk është mirësia vetëm të ktheni fytyrat e juaja ka lindja për ndihmë. Të lutni të falni, mirë po është besimin në Allahun xhalla wa ala edhe në ditën e fundit. Dhalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Me këtë Allahu xhalla wa ala i këshillon edhe i qorton, do thonë me shenjat e tij, i këshillon edhe i qorton ata të cilët besojnë në Allahun xhalla xhelaluhu edhe në ditën e fundit. Ligjëratën e parë të kësaj serie kemi folë diçka për llogarin, ahiretin, se kanë thonë në ulemoja, nuk ka asnjë gjë e cila shme thonën e rregullon raportet e njeriut me Allahun, raportet e njeriut me njerëzit, raportet e njeriut me rrethin ku jeton, me shoqërinë, me ambientin, sikur e rregullon besimin e ahiret. Ulemoja kanë thonë, nuk ka gjë e cila e rregullon sulukin e njerit, edebin e tij, etikën e tij, raportet e tij me çdo gjë, sikur i rregullon besimin e ahiret. Pse se çdo veprim që e bën njeriu e din se një ditë ka me dalë para Allahu xhalla xhelaluhu edhe ka me dhënë llogari për ta. Nëse mirë, shpërblehet, e nëse keq, dënohet. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhalika illa lil-mu'min."
është e çuditshme çështja e besimtarit. E tëra ajo është mirësi për njeriu. Nëse godet në diçka e mirë, bën sabër, shpreson shpërblimin në Allahu xhallahu ala, shpërblehet. Nëse godet diçka e godet e mirë, falenderon Zotin. E godet diçka e keqe, bën sabër, shpërblehet. Pse kjo? Për faktin se ai e di se një ditë ka me ardhë edhe ka me dalë para Allahut xhelle xhelaluhu. Edhe ka me dhonë llogari për çdo gjë që vepron. Pastaj ulemoja kanë thonë për të tregu diçka e cila ka rëndësi dhe peshë të madhe të Allahu xhallahu ala, shifneni se si Allahu e trajton këtë punë në Kur'an. Nuk ka prej çështjeve apo punëve apo situatave që Allahu xhallahu ala i ka përmend më shumë se ahiretin edhe me emra të ndryshëm. Me emra të ndryshëm. Sa që kanë thonë disa prej dietarëve. Dita e Kiametit i ka numëruar prej emrave të saj, i ka dikun mbi 80 emra që Allahu xhelle xhelaluhu i ka përmend. Kur i kanë analizuar ajetet e Kur'anit. Lloj-llojshmëria e emrave, lloj-llojshmëria shpëthon e ngjarjeve që kanë bëjnë me ahiretin, ditën e Kiametit, tregon për rëndësinë dhe peshën e madhe të saj. Na po i përmendim disa prej tyre, për shembull Allahu xhallahu ala ahiret ditën e Kiametit e ka quajtur as-sa'a. As-sa'a për kthimi bukfalisht është orë. Mundemi me thonë çasti i Kiametit. Thot Allahu xhalla xhelaluhu: Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha. Çasti i Kiametit, ora e Kiametit, kur Allahu xhallahu ala ka bë emër, ka me ardhë dhe nuk ka fije dyshimin të. Prej emrave të saj, Yawmul Ba'th, dita e ringjalljes. Thot Allahu xhallahu ala në Kur'an: Laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th, fa hadha yawmul ba'thi. Thot, ju me të vërtet keni me qëndru në dynjë aq sa Allahu xhelle xhelaluhu e ka shkruar për juve. Pastaj keni për të ringjallur para tij. Yawmuddin, dita e gjykimit, Maliki Yawmuddin, edhe sunduesi i kësaj dite, ditës së gjykimit. Yawmul Hasra, dita e pikëllimit edhe mërzisë. Thot Allahu në Kur'an: Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amr. Atë o Muhammed, tërheqja vrejtjen atyre për një ditë ku kanë për të pikëlluar dhe mërzitur në ta. Ad-darul akhirah, shtëpia e ahiretit e pafundësisë. Wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Edhe le ta din, sikur ta dinit ata, se shtëpia në ahiret është shtëpia pafundësisë. Atje s'ka më vdekje. Yawmut tanad, dita e britmës edhe e mjerimit. Inni, thot Allahu xhallahu ala, kur e përmend Kur'an: Inni akhafu alaykum yawmat tanad. Wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawmat tanad. O populli im, unë kam frikë për ju ditën e britmës edhe mjerimit. Darul Qarar, vendi i përhershëm, i përjetësisë. Thot Allahu xhallahu ala: Wa innal akhirata hiya darul qarar. Ahireti është shtëpia e përjetshme. Yawmul Fasl, dita ku Allahu xhallahu ala ka ndar njerëzit në grupe. Thot: Hadha yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukadhibun. Kjo është dita kur Allahu ka ndar safa tani më. Ditë në cilën e përgënjeshtroni jo. Yawmul Jam', dita e tubimit për llogari. Thot Allahu xhallahu ala: Wa tunziru yawmal jam'i la rayba fihi. Edhe çortoj ata, edhe paralajmëroj për një ditë ku Allahu xhallahu ala ka me i tubuan për gjykim. Yawmul Hasra, dita e llogarisë,
Yawmul hisab falni, dita e llogarisë. Thot Allahu Jalla wa Ala, hadha ma tu'aduna li yawmil hisab. Kjo është ajo që është premtuar juve për ditën e llogarisë. Yawmul wa'id, dita e premtimit për dënim e kërcënim. Wa nufikha fi s-suri dhalika yawmul wa'id. Edhe atë ditë kur I fryhet surit, kjo është dita që është premtuar juve, për dënim e kërcënim. Yawmul khulud, dita e përjetësisë. Thot Allahu Jalla wa Ala, udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Tash ju thot xhenetlive hynë në xhenetet e mia, edhe kjo është përjetësia juve. Yawmul khuruj, dita kur njerëzit do të dalin, dita e daljes, se kështu e ka thujt. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqqi, dhalika yawmul khuruj. Ditën kur e dëgjojnë thirrjen për të vërtetën, kjo është dita kur do të ngjallen njerëzit dhe do të dalin para Allahu Jalla wa Ala me dhënë llogari. Al-waqi'a, dita e ndodhisë, me thonë kështu. Idha waqa'atil waqi'a, Allahu kështu e ka thënë ditën e Kiametit. Edhe kur ndodh ajo të cilën Allahu e ka premtuar. Al-haqqa, dita e vërtetësisë. Al-haqqa, mal-haqqa, wa ma adraka mal-haqqa. Ditën që Allahu Jalla wa Ala e ka vërtetuar në formën e përforcimit vërtetësisë. Pastaj thot at-tammatul kubra. Me thonën kështu gjëmba trishtimi, krisma e madhe. Allahu Jalla wa Ala thot fa idha ja'at at-tammatul kubra. E kur të vi vala e madhe e Kiametit. Pastaj as-sakha, dita e ushtimit, e krismës, e kërcënimit. Fa idha ja'at as-sakha yawma yafirru al-mar'u min akhi. E afërta është, thot, e kur të vi ushtima, krisma e madhe. El-azifa, dita e afërt, Allahu Jalla wa Ala kështu e ka thujt. Azifatil azifa, e afërta është afruar vetëse. Për Kiamet në shtu fol. El-qari'a, dita e krismës, el-qari'atu me-l-qari'a, dhe emra të shumë që shtash kanë përmend dietar dikun, kanë të buën dikun deri në 80 emra. Allahu Jalla wa Ala e ka emërtu ditën e Kiametit. Pse kështu? Kanë thonë në ulemoja se kur Allahu Jalla wa Ala e përmend një gjë me lloj shmëri të ndryshme të emrave, dine që ajo çështje është më rëndësi. Prej temave që duhet me u trajtun këtë kapitull. Pastaj rrjedhimisht meselet që ka të mirën, duhet me I kuptu drejt edhe mirë. Kam përmend disa herë kalimthi çështjen e transmetimit të haditheve në bazë të numrit të transmetuesve. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Dietarët islam hadithet I kanë nda në dy kategori, sa I përket numrit të transmetuesve të hadithit. Po flas se hadithi përbëhet prej tekstit, edhe përbëhet prej vargut të transmetimit. Teksti është çdo gjë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka vepru, e ka miratu, edhe prej cilësive të tij, qofshin ato morale apo fizike, që kjo është hadith. Për shembull e ka thonën fjalët e tij direkte. E ka vepru, domethënë vepër e tij. E ka miratu, është bën diçka në prezencën e tij dhe ka hesht. Heshtja e tij është miratim. Ndërsa për adabet e tij, domethënë që I ka pëlqyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe anën fizike të tij, dietarët e hadithit e kanë përmbledh në definicionin e hadithit për faktin se kanë dashur me e përmbledh çdo gjë që ka të bëjë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo sa I përket tekstit hadithit, që në shkencën e hadithit thonë el-matn. Ndërsa es-sanad është vargu I transmetimit. Kanë thonë, vargu I transmetimit është silsilatu r-rijali al-musila ila al-matn. Shme thonë në vargu I transmetuesve që të shpijen deri tek teksti I hadithit. Tash varësisht numrit të transmetuesve në varg, dietarët I kanë nda hadithet në dy kategori. El ahadith al mutawatira
edhe hadith ahad. Mutawatira janë kur transmetohet një hadith e transmeton një hadith një numër i madh i transmetuesve që nuk kanë mundësi me u koordinu për gënjeshtër, edhe lajmi i tyre është konkret. E ka pa, e ka dëgju, e ka prek, e kështu më radhë. Jo tash më është thonë muën ondër. Ja kështu s'ka. Dhe më thonë lajmi i tyre është konkret. Nëse që ky numër i transmetuesve është i vogël, automatikisht hadithi kalon ahad. E pastaj ahad, dietarët e hadithit e kanë dhënë në gharib, aziz, mashhur, janë definicione që trajtojnë shkencën e usulit. Dietarët e Hanefive i kanë vënë farë ndarje pak më ndryshe, kanë thonë mutawatir, mashhur, ahad. Mashhur e kanë synuar çdo hadith i cili nuk e arrin gradën e hadithit mutawatir, mirë po është vërtetuar të punuarit me ta. Sido që tjetë, ne vështu na interesun qëtoj mesele që kemi i trajtu tash, hadithi ahad, a është hadithi dobet, a nuk është hadithi dobet. Hadithi ahad, ka mundësi më konë hadithi sakt, ka mundësi më konë hadith saktësia ti ma e zbet, që i thënë hasan, e ka mundësi me qenë edhe i dobet. Mirë po, dietarët e hadithit kanë caktuar që me thonë rregulla kur konsiderohet një hadith i sakt, mirë po nëse saktësohet hadithi, që kjo është mesela që më intereson, është argument si në çështjet e akaidit, si në çështjet e jurisprudencës islame fiqh. Do thonë nëse saktësohet, pa marrë parasysh, a është ahad apo nuk është ahad me llojet e tij. E që hadithin sahih, dietarët i kanë përmend disa kushte, kanë përmend 5 prej tyre kryesorët, ma tasala sanaduhu bi naqli al-adl ad-dabit, yani al-adl ad-dabit ila muntahahu min ghayri shududh wala illa, që me qenë vargu i transmetuesit besnik, me dëgju njëri prej tjetrit, me u taku njëri me tjetrin, shme thonë hadithet e tyre mus me ranë kundërshtim me hadithet dhe bazat përgjithshme, edhe mus me pas hadithi tyre ndonjë defekt më sheft, i cili shme thonë e kërcënon apo e zbej saktësin e hadith. Qato momente kur plotësohen çdo kritere, hadithi është i sakt. Qatë herë kur është i sakt, është argument si në çështjet e akaidit, ashtu edhe në çështjet e fiqhut. Edhe ky qëndrim është qëndrimi i gjithë sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i gjithë tabiinëve, i gjithë tabiinëve, pa përjashtim. Pastaj më vonë kanë dalë, shme thonë në disa qëndrime, që hadithi mutawatir është hujja, është argument në aqaid, ndërsa nuk është në argument, ndërsa hadithi ahad është argument çështjet e shme thonë jurisprudencës islame, e nuk është argument në aqaid për faktin se një njeri, dy njerëz mundën me gabu e kështu me radhë, mirë po dietarët e hadithit i kanë kushtëzuar, i kanë nuk kriteret kur është një hadith i sakt. Çatë moment kur hadithi është i sakt, automatikisht është e argument. Edhe për këtë arsye, Gjon Ebu Hanife rahimahullah, e Gjon Imam Shafiun, e Gjon Imam Ahmedin, kur flasin idha sahha al-hadithu, fa huwa madhhabi. Nëse vërtetohet hadith, saktësohet, ajo është qëndrimi jem. Jo veç meselet fiqhut. Ajo është qëndrimi jem. Imam Shafiu rahimahullah thot nëse e gjeni thot një hadith, gjendet një hadith i sakt, edhe unë thot nuk shme thonë mendimi jam nuk përkon me ta, dine thot se menja jem veç se ka shku. Që të thot? Nëse gjeni një hadith të sakt, edhe unë e qëndrimi jem është kundra të hadithit, dine që nuk jam mirë me men. O them kështu. Se hadithi nëse saktësohet është argument, ka argumente prej Kur'anit, ka argumente prej hadithit, ka argumente prej qëndrimit sahabëve, argumente shumëta. Pse e përmena këto si para hyrin këtë temë tash, për faktin se një numër i madh i shenjave të kiametit ka të bëjë me hadithe ahad.
ka të bëjë me hadithe ahad, të cilat në esencë janë të sakta. Mirë po, janë që me thonë në kategorinë e hadithet ahad. E me bo me i mohuën na qëto hadithe, atëherë automatikisht duhet me i mohuën edhe një numër të madh të shenjave të kiametit. Për shembull, prej meseleve që i kanë përmendur. E para është që me thonën përparësia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pozita që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e egzonte Allahu xhalla wa ala më të lartë se sa gjithë pejgamberët e Zotit. E dyta, shefati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e llogarisë. Gjithashtu shefati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mëkatarët. Mrekullit të cilat, krejt mrekullit, të cilat janë të përmendura në hadithe dhe ngjarjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk janë të përmendura në Kur'an. Gjitha mrekullit janë të kësaj kategorie. Ne bëjmë mohuën është problem. Pastaj prej tjerave, si ka fillu krijimi i Ademit, përshkrimi i melaçeve, përshkrimi i xhenëve, përshkrimi i xhennetit, përshkrimi i xhehenemit, të cilat nuk përmenden në Kur'an. Pyetja e munkerit dhe nekirin në varr. Për këtë arsye i gjen Mu'tazilit që mohojnë dënimin e varrit. Pse? Në bazë të parime. I mohojnë hadithet ahad, si pranojnë akajt. Rrjedhimisht i mohojnë edhe çato çështje që kemi trajtuar deri tash. Çështja e urës siratit, çështja e burimit haudit, çështja e peshojës në ditën e kiametit. Gjithashtu prej çështjeve që kanë të bëjnë është edhe ajo, thot el imanu bi anna Allah ta'ala kataba ala kulli insanin sa'adatahu wa shaqawatahu. Hadithet që flasin se Allahu xhalla wa ala për çdo njeri e ka shkruajtur se do të jetoj, a ka me jetu si fatlum apo fatzi, apo i lek. Krejt këto mesela dhe meselet të tjera, nëse punojmë në bazë, që me thonën, qësaj ndarje këta që e kanë bo, se nuk pranohet hadithi ahad, vetëm pranohet hadithi mutawatir në qaid, është të të lashë. Kështu që, për këtë arsye përmena se kjo është qëndrimi i dietarëve, i sahabëve me ixhmo, i tabiinëve me ixhmo, i tabiinëve me ixhmo. A është në rregull? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur kemi fol për një seri të ligjëratave që kemi pas për argumentet të cilat vërtetojnë profecinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, o shkon edhe lajmërimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gjërat që do të ndodhen. Kemi fol, domethënë gjërat që vërtetojnë profecinë e Muhamedit kanë qenë gjërat që kanë ndodhur e që nuk është prezant pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur flet për ngjarjen e Musait, kur flet për ngjarjet e pejgamberëve, sikur mos ishin kon shpallje prej kajt i kanë ardhur mësime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka ditë as shkrim as lexim. Do të thonë këto automatikisht janë argumente që vërtetojnë profecinë e tij. Prej argumenteve që vërtetojnë profecinë e tij kanë thonë edhe lajmet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çka do të ndodh. Çka do të ndodh në të ardhmen. Prej këtyre lajmeve është edhe lajmërimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shenjat e kiametit gjithsesi ditën e kiametit. Thot Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu: "Laqad khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma taraka fiha shay'an ila qiyam as-sa'ati illa dhakarahu, 'alimahu man 'alimahu wa jahilahu man jahila." Një ditë thot na e mbajti një ligjërat, një khutbë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe na tregoi për çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e kiametit. Deri në ditën e kiametit. E mbajti men kush e mbajti men, e harroi kush e harroi. Thot in kuntu la ara shay'a qad nasituhu fa a'rifuhu kama ya'rifu ar-rajula ar-rajula idha ghaba anhu fara'ahu fa'arafa. Nga një herë thot ndodhte që na ka lajmëruar me diçka po ne kam harru. Kur ka ndodh ajo, automatikisht e kam kthy kujtesën tem, edhe e kam njoft atë gjë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, na ka paralajmëruar për ta.
Gjithashtu thot radiallahu ta'ala anhu, më ka lajmëru mua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bima huwa kainun ila an taquma as-sa'a, për çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e Kiametit. Fama minhu shay'un illa qad sa'altuhu, nuk ka diçka që kisha të paqartë veç se kam pyet. Ta keni parasysh, Hudhaifa ibn al-Yamani radiallahu ta'ala anhu njihet ndryshe si sahibu sirri nabi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu që i ka ditë sekretet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka gjëra që Hudhaifën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka paralajmëruar, e çmë thonën e ka njoftuar që nuk u ka mësuar sahabëve të tjerë. Siç e dini se ky i ka ditë edhe emrat e munafiqëve. I ka ditë edhe emrat e krejt munafiqëve që në Medinë. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wasallam sarrahu, veç këtij ka kallëzuar. Umeir radiallahu ta'ala anhu shpesh u ka vënë për mas të njeri. A dhe i ka thonë, pasha Allah në më ka përmen pejgamberi alayhi salatu wasallam mesën e tyre. Para mendoni vëllezër, pasha Allah njeri kur ndalet, me i menu çdo gjëra. Umeir ka qenë njeri përgëzuar me xhenet, na kemi shpjeguar. Ama prap megjithatë është friksuar. Se mos vall poshtë prej tyre. I ka shkuar Hudhaifës prapa. Ka thonë pasha Allahin. Am ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për tyra ju. Nides për Imran, nides për dikur i ka thonë nuk të ka përmend edhe largom. Mos u pret më. Çka ka bëu tash Omeri? Hudhaifën e ka përcjell sa herë kur ka vdekë në njërin në Medinë. Nëse ja ka fal Hudhaifja xhenozën, ja ka fal edhe Omeri. Nëse s'ja ka fal Hudhaifës, ja ka fal askë. Sa shtut mos posh prej munafik. Hudhaifa radiallahu ta'ala anhu dhe më ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e Kiametit. Çka s'kam ditë e pyetja. Përveç një gjëje, thot ajo ka qenë ma yukhriju ahl al-Madinati min al-Madina. Cila është ajo çështje që i nxjerr njerëzit e Medinës prej Medinës. Kjo thon ka ik edhe s'u kam pyet. Me një hadith tjetër përmendet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith është i Abu Zeid Amr ibn Akhtab al-Ansarit, që shënon Imam Muslimin sahihun e tij, thotë se për një ditë të tërën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lajmëruar për krejt çka do ndodhë deri në ditën e Kiametit. Hadith është Muslim. Thot Abu Zeid Amr ibn Akhtab al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر. إذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فال namazin e sabahut وصعد المنبر ونجيت المنبر هذا فخطبنا حتى حضرت الظهر. نكا فول ديرسا كأر نماز دريكس فنزل فصلى زبريتي فال نماز دريكس ثم صعد المنبر بس يبرابوش نجيت منبر فخطبنا حتى حضرت العصر. نكا فول ديرسا برزنتاي كارد كواي تشنديس ثم نزل فصلى بس زبريتي هذا فالي تشندين ثم صعد بس يبراب كهيب منبر فخطبنا حتى غربت الشمس. نكا فول دي پر krejt që ndodhin deri ditën e Kiametit derisa ka përëndu dielli. فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. Na lajmëroi për çdo gjë që ka qenë dhe çka do të ndodhë. Mas mirë që i ka mbajt men këto hadith është ai i cili ka mësuar përmendsh. Çesh do thot. A'lamuna ahfazuna. Mas mirë që i ka mbajt e Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu është prej tyre. Me një hadith tjetër thot Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu wallahi innani la a'lamu an-nas bi kulli fitnatin hiya kainatun fima bayni wa bayna as-sa'a. Pasha Allahin i di mas mirë çdo fitnë, çdo ndodhi që do të ndodhë deri në ditën e Kiametit. وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. Pse ka ndodhur kjo me mua? Se pejgamberi alayhi salatu wasalam disa gjëra më ka treguar veç mua. Se ka treguar tjerëve. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث
Thot wa huwa yuhaddithu majlisan ana fihi anil fitan. Isha me një mejlis ul edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon me na lajmëru për çka do të ndodh deri në ditën e Kiametit. Thot faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'iddu al-fitan. Pejgamberi duke i numëru ndodhit çka do ndodhin deri në ditën e Kiametit, tha: minhunna thalathun la yakadna yadharna shay'a. Prej tyre janë edhe 3, të cilat thot vetë s'ka ndodh. Wa minhunna fitanun ka riyahi as-sayf. Prej tyre ka fitnë që janë sikur era e verës që kalojnë, hecën. Minha sigharun wa minha kibar. Prej tyre janë sprovat leta, e ka edhe sprovat mëdha. Thot Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu: fa dhahaba ulaika ar-rahtu kulluhum ghayri. E kam përkthy shqip, fa dhahaba ulaika ar-rahtu kulluhum ghayri, krejt u largum prej mejlisit përveç meje. Ama nuk është i saktë për këtë. Se Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu ka për qëllim fa dhahaba ulaika ar-rahtu kulluhum ghayri, krejt kanë vdek. Krejt ata sahabi që në konë mejlis, krejt kanë vdek përveç meje që kanë mbet gjallë, edhe po ju lajmëroj për ato fitnë dhe ato sprova që kanë me ndodhë. Në rregull, dita e Kiametit, kur do ndodh, a është e ditur a nuk është e ditur? Ka prej disa persona kanë shkrujt shpethonën libra për këtë mesele, se do të ndodh në këtë kohë e do të ndodh në këtë kohë. Ajo që është më e qëllunja edhe nuk ka mundësi me ndodh ndryshe, është se Allahu Jalla wa Ala e den këtë ditë. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Innama 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Pyesën ty për Kiametin, thuaj se ajo çështje i përket vetëm Allahu Jalla wa Ala dhe vetëm ai e din. Yes'aluka an-nasu 'anis sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Pyesën ty o Muhammed për Kiametin, thuaj kjo është që i përket Allahu Jalla wa Ala, ka mundësi me ndodhë shumë afër. Pastaj hadithi Gjibrilit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Edhe ai që po pyet nuk e din këtë çështje. Me përkthyen kështu, me përshtat. As Gjibrili e as që po pyetëm nuk dim për këtë mesele. Veç Allahu Jalla wa Ala e din. Edhe Isa alayhi salam, që është shenjë prej shenjave të Kiametit, do të thonë zbritja e tij, edhe Isa nuk e ka ditë, edhe nuk e din. Që është rasti kur e përmendëm atë ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar në Isra dhe në Miraj, edhe i ka gjetë pejgamber të bisedu Ibrahimin, Musën, Isën, se kur do të ndodh Kiameti, prej fjalëve që thot Isa, fatadhakaru amra as-sa'a, bashkarisht e kanë kujtuar ditën e Kiametit, derisa kjo çështje faraddu al-amra ila Isa. E kanë shpethonën fjalën ja kanë thonë Isait. Hadithi është musned në Imam Ahmedit rahimahullah, Sheikh Ahmed Shakir thot se hadithi është i saktë, sanedi i tij është i saktë. Isa thot: "Amma wajabatuha fala ya'lamuha ahadun illa Allahu dhalik." Se kur do ndodh, veç Allahu Jalla wa Ala din. Edhe Isa ka thonë këtë. Kur do ndodh vetëm Allahu Jalla wa Ala din. Wa fima ahida ilayya rabbi anna ad-dajjal kharijun. Ajo që Allahu Jalla wa Ala ka përmend Dajjali ka me dal. Wa ma'iya qadiban. Pastaj e përshkruan ngjarjen se çysh ka me zbrit Isa e çysh ka me mbyt Dajjalin. Me një fjalë, as Isa alayhi salatu wassalam nuk e ka ditë se kur do ndodh Kiameti. Çdo gjë e cila përmend kohën e Kiametit, se do ndodh pas çka viteve, dynjoja komplet i ka 7.000 vjet, ma shumë s'ka. Disa e kanë përmend kaq, e disa e ka përmend kaq. Çdo hadith i cili vije në këtë mesele
edhe precizon përfundimin e dynjos me vite, dine që është hadith i shpikur. Kjo merr në rregull. Çdo hadith i cili e precizon fundin e dynjos se ka më ndodhur në këtë kohë edhe në këtë kohë, dine që është hadith i shpikur. Ibn al-Qayyim rahimahullah e ka një libër Al-Manaru al-Munif, Al-Manaru al-Munif, fi sahihi wa dhaif, çështë e ka. Do të thonë përmend disa rregulla të përgjithshme, el-kulliyat i thonë, përmend rregulla të përgjithshme përmes të cilave mundesh me u argumentu se ky hadith është i shpikur e ky hadith është i saktë. Prej tyre i përmend edhe hadithet që flasin për fundin e dynjos edhe caktojnë me kohë. Thot rahimahullah, wa minha, prej haditheve të shpikura janë edhe mukhalafatul hadithi sarih al-Quran, ka hadithi miqdar dunya. Prej haditheve të shpikura janë kur hadithi e kundërshton Kur'anin. Në Kur'an, për shembull tash thot ka hadithi miqdari dunya, sikur është hadithi i cili e precizon kohën se kur do të përfundoj dynjaja. Allahu xhallahu ala në Kur'an këtë çështje ka lënë mësheft. Që i përmendëm ajetet më herët. Kur është kiameti, kjo çështje i përket Zotit. Veç ai e din. Ndërsa vjen një hadith edhe thot se ka më ndodhur për shembull mas 7000 vjetëve. Mas 7000 vjetëve, thot wa annaha 7000 sana. Se dynjoja i ka veç 7000 vjet. Wa nahnu fil 1000 Ibn al-Qayyim kur e ka llogarit, thot na tani jemi tu jetuar në cëllën 7000 e fundit. Pa se do të më ndodh kiameti. A Ibn al-Qayyim rahimullah ka jetuar në shekullin e 7, 8. Sa shekulla i nanimi 447 tash, do më thonë dikun para 600 vjetëve. S'ka ndodhë, asë Ibn al-Qayyim ta s'ka ndodhë sot. E një zotë e dinë se kur ka me ndodhë. Për këtë arsye, ka thonë çdo hadith i cili precizon, që me thonë në kohën e dynjos me vite, dine që është hadith i shpikur. Gjithashtu, sikur nuk është e ditur dita e kiametit, nuk është e ditur edhe kur fillon shfaqja e shenjave të kiametit, është për qëllim shfaqja e shenjave të mëdha. Edhe meselja tjetër, kështu që duhet kalim të shpejt me kry, a është afër kiameti a është larg? A është afër a është larg? Tash nëse nuk e dim vitin sakt kur ndodh, e që nuk dihet vetë Zoti e din, ama për afërsia e tij, shme thonë koha që është afru, kjo Allahu xhallahu ala ka treguar në Kur'an për këtë mesele. Ka thonë iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Njerëzve u ka afru koha e llogarisë. Edhe ata thotë janë me një ghaflet të madh. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Është afru kiameti. Është çahona. E çarja honës është prej shenjave të kiametit, që do ta shohim më vonë. Pastaj ajo që përmend më së qarti këtë mesele është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn. Jam dërguar unë me afërsi me kiametin sikur këta dy gishta. Që kështu i ka përmend. Sikur këta dy gishta. Pastaj çështja tjetër është thot Ibn Umayr radhiyallahu ta'ala anhu كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعي قيعان. Kjo قعي قيعان është një kodër afër Mekës. Dietarët kanë diskutuar kur ka ndodhur kjo ngjarje, a ka ndodhur në betejën kur është liruar Mekja, a ka ndodhur në haxhin e lamtumirës. Sido që të jetë, Ibn Umayrin të dy rastet ka marrë pjesë. Edhe në Bedr, çmë thonë kur është liruar Mekja, edhe në haxhin e lamtumirës. Sot ishëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ulur afër kësaj kodre edhe dielli thot vetsa nuk pat përëndu mas i qindjes. Thot faqal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma a'marukum fi a'mari man mada illa kama baqiya min an-nahari wa fi ma mada minhu. Vitet e juaja që kanë mbet prej dynjos edhe vitet e atyre që kanë kalu ma herët, ato vitet që kanë kalu ma herët,
është sikur kjo ditë, distanca e kësaj dite prej mëngjesit deri në perëndim të diellit, e që tani prej juve ka met shumë pak. Do të thonë koha që ka shku prej mëngjesit, prej lindjes diellit deri te dielli tash është vetëm perëndim, thotë është, do thotë ajo kohë që ka shkuar dhe është për afru kiametit, i përgjason kësaj dite. Që kjo është shumë e qartë, që kiameti vetë se është afru. Bile ka ardhur në disa hadithe tjera, thotë jam dërgu para kiametit bile o kon të ardhë kiameti para me. Për me treguan për afërsinë e madhe që është afru kiameti më ndodh. Pastaj po kiameti nuk ndodh para se më ndodh disa shenja. E që dietarët për shenjat e kiametit, gjithsesi ndodhit e tyre, kanë përmend urtësi edhe mësime, e që me lejnë Allahu Gjelle wa Ala, do t'i vazhdojmë në mësimin e radhës, wa aqulu qawli hadha, astaghfirullah.